kjo ndjeshmëria ndaj termit arab vjen ndoshta edhe si rezultati një të kaluamne ose një periudhë kohore kur njerëzit kanë qenë arabi njëri tjetrit ose kur dikush e ka robru dikant tjetër, mirë po na kur flasim tek robria ndaj të Madhut Zot, ajo është një robri e veçantë, do thotë na jemi arab të atij i cili na ka kriju, i cili na ka furnizu me gjitha këtu begatit cilat do thotë nuk i kanë gjallësa tjera, na ka dhënë mendje, na ka dhënë vullnetin, ma mos flasim për shqisat, për gjithçka që na e posedojmë. Edhe i Madhi Zot kur i drejtohet pejgamberit alayhis salam, i drejtohet në Kur'an me terma të ndryshëm, për shembull dikon e quhen pejgamber i dërguar, dikon e quhen me termin vula e pejgamber, më mirë po ka edhe raste kur i drejtohet si rob i të Madhit Zot. Posaçërisht i drejtohet me termin rab në momentet kur dietarët musliman thonë janë momenti kur pejgamberi ka qenë mas afër me të Madhit Zot. Pikërisht është fjala për natën e Isras dhe Mirajit kur pejgamberi alayhis salam e ka përshkruar edhe Kur'ani e përshkruan ku thotë që i lartësuar është ai i cili e barti robën e tij. Në formën ka mujt me thonë pejgamberin të dërguarin, mirë po Zoti posaçërisht robën e tij. Për shkak që në momentet kur ti je rob i të Madhit Zot, shtu me plot kuptimin e fjalës, ti që atëherë je mas afër me të Madhit Zot. Edhe në këtë rast pejgamberi alayhis salam prej momenta ka qenë çdo herë afër të Madhit Zot, mirë po në këtë rast ka qenë do të thotë për kujdesja të Madhit Zot ndaj tij ka qenë e veçantë, për shkak se është mundësu me përshkru rrugën prej Mekës deri në Jerusalem, prej Jerusalemit jashtë atë qive, kontakti edhe marrja e mesazhit direkt prej të Madhit Zot, kanë qenë momente të veçanta pikërisht në këto raste i Madhi Zot e çon pejgamberin alayhis salam të dërguarin e tij, mirë po e njëjta është edhe me neve të tjerë, do të thotë me njerëz të tjerë kur i Madhi Zot e përdor fjalën rab, për shembull kur thotë thuaj o ju robët e mi të cilët ti keni bë pa drejtësi vetvetes. Va forma sikur na gjithë jemi gjunahçar ose gjithë gabojmë, mirë po në momentin kur ti ke bëni gjuna ose ke bëni gabim, friksohesh që je largu prej të Madhit Zot, sikur i Madhi Zot po don me të ofruar edhe po të thuaj o ju robët e mi, do thotë nuk po të thuaj o ju robë, po të robët e mi, do thotë po e kthen tek që na jemi rob të Madhit Zot, edhe është një farë nëse guxojnë thonë kështu një lloj përgdhelje që i Madhi Zot na bën edhe kur i Madhi Zot e përdor fjalën rab, qoftë për pejgamberin, qoftë për neve, është një lloj përgdhelje ose është një lloj ofrimi që i Madhi Zot dëshiron me na bën neve dhe kuptimi i fjalës rab do me thonë me punu ose me bë çdo gjë të cilën e don edhe e pëlqen mon krijuesi jon Allahu xhaleshanu, do të qenurit të rab e nën kupton që ti duhet me zbatu ose duhet me realizu gjithçka çka e pëlqen ose gjithçka çka e kërkon prej neve i Madhi Zot.